Tetori i vitit 1798. Mjegull e trash zbret mbi fushat e Nikopolisit. Disa ushtarë francez, vetëm pak qindra në numër, shohin drejt mjegullës dhe duken të ngrirë. Nga ana e malit fillojnë të dëgjohen britma shqipe. Dhe papritur, mjegulla qahet. Si një vale zezë që vjen nga qielli, 10.000 luftëtarë shqiptarë të Ali Pashës zbresin drejt tyre. Mon Dieu, bërtet një toger francez, kjo nuk është betejë, është një ekzekutim. Kjo është dita kur forcat e Ali Pash të Pelenës shkatëruan ushtrinë franceze në Prevez e Nikopoj, një nga humbjet më të turpshme të Francës në Ballkan dhe një nga fitoret më të frikshme të Ali Pashës. Pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin ton nëse dëshironi më shumë histori të tilla epike që nuk ua ka treguar askush ashtu siç i shfaqim ne. Natë e ftohtë tetori, Preveza fle, por në kampin francez askush nuk është i qetë. Trupat e ardhura nga ishujt jonian janë të lodhur, të rinj, të pambrojtur. Shumica janë rekrut që nuk kanë parë kurrë luftë të vërtet. Nga ana tjetër, zërat për Ali Pashën janë si legjenda. Është i pabes, ka 12.000 njerëz, luftojnë si të çmendur, janë si ujqit, të shfaqen e të zhduken. Vetëm pak javë më herët pas rënies së Republikës së Venedikut, Franca kishte marrë kontrollin e Prevezës, Nikopojës dhe disa qyteteve të tjera. Ishte epoka kur Franca donte të shtynte ndikimin e saj në Ballkan, ndërsa Rusia, Anglia dhe Porta Osmane po përpiqeshin t'i balanconin forcat. Ali Pash Tepelena, që dukej thjesht si një pasha Osman, në fakt ishte një sundimtar shqiptar që vepronte i pavarur dhe loja në Epir ishte loja e tij. Kur mori vesh se francezët kishin zbarkuar në tokat e luanit të Janinës, jehoi një fjali. Nësë një fuqi e huaj prek bregdetin tim, ajo fuqi prek gjakun tim. Dhe nisi marshimin. Shqiptarët zbritën nga Janina drejt Prevezës, 10.000 deri në 12.000 persona, të armatosur rënd, të organizuar mirë, me komandant të fiseve dhe me besnik të paguar. Në ushtrinë e Aliut kishte Lab, Qam, Tosk e mirëditas të ardhur për fitim. Ishte një përzierje e çuditshme, por e pamëshirshme. Më 28 tetor në agimin e ditës, francezët u befasuan nga mjegulla që mbuloi çdo gjë. Ata menduan se atë ditë s'do të ndodhte asgjë. Por pikërisht atëherë, një brit më kushtrimi u dëgjua nga kodrat e Nikopojës. Ishte sinjali i parë i ushtrisë Ali Pashës. Kur mjegulla u shpërnda, francezët e pan veten përballë një katrahure. Shqiptarët po vinin me valë të tërbuara. Nuk ishte arreshtime, nuk ishte protokoll, nuk ishte pritje, ishte një stuhi shtizash, jataganësh, pushkësh të gjata, britmash dhe malsorësh që vraponin si të ishin pjesë e terrenit. Francezët tentuan të krijonin një vijë mbrojtëse, por u thye para se të vendosej. Raportet franceze thonë se ushtria e tyre u përfshin nga paniku brenda 10 minutave. Kampi francez i ngritur keq e pa fortifikim u shpartallua me njëherë. Disa tentuan të iknin drejt Bregdetit, disa u mbytën në Balt. Disa u rrethuan në një rreth të ngushtë pranë murit të vjetër të Nikopojës. Por shumica ra në tokë përpara se të kuptonin çfarë po ndodhte.
Ali Pasha drejtonte gjithçka nga një kodër përballë fushas. Ishte I ulur në një stol të ulët druri, duke parë betejën pa folur. Pasi francezët u thyen, ai dha vetëm një urdhër të shkurtër: mos I lini të largohen, dhe aty ndodhi tragjedia që francezët e quajtën Masakr de Prevez. Në pak orë, ushtria franceze u zhduk nga faqja e dheut. Preveza dhe Nikopoja ranë krejtësisht në dorë të Ali Pashës. Ai hyri në qytet si sundimtar, ndërsa francezët e mbijetuar u morën robër ose u ekzekutuan. Kjo humbje u bë aq e turpshme për Francën sa që Napoleon Bonaparte më vonë tha: shqiptarët e Epirit luftuan si demon, ne nuk ishim gati për ta. Në Evropë, fama e Ali Pashës u rrit. Ai tashmë nuk ishte më thjesht një pasha janinës. Ai ishte Luan I Epirit. Sundimtari që poshtëroi Francën, njeriu që zotronte Jonin. Personi që I vinte në dyshim vetë politikat e portës së lartë. Dhe kjo beteja e Nikopolisit, do të ishte vetëm fillimi I ngritjes së tij në një fuqi të frikshme që do ta trondiste vetë Perandorinë Osmane 2 dekada më vonë. Nëse ju pëlqeu kjo histori, shkruani në komente se cilën betejë tjetër do të dëshironi ta sjellim në videon e radhës. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.